Pas dhunës së ushtruar ndaj qytetarëve dhe deputetëve, qeveria ka vijuar me agresionin ndaj protestuesve dhe opozitës, madje duke kërkuar arrestimin e deputetëve të opozitës. Me një videomontazh ku siç duket nga pamjet e servirura në media, regjistruar dhe montuar pjesë-pjesë, Edi Rama ka urdhëruar ministrin e Brendshme Albana Koçiun që të sulmojë jo vetëm opozitën, por dhe protestuesit. Albana Koçiu, duke përdorur zyrën e shtetit si selit të Partisë Socialiste, ka lëshuar një arsenal akuzash ndaj opozitës. Është pikërisht kjo arsyeja përse protestat e Partisë Demokratike janë braktisur masivisht nga qytetarët, duke përfunduar tek një grusht militantësh apo element të paguar për të krijuar skenar imagjinar të një revolte popullore. Kjo është e papranueshme. Me tiparet e një shteti autoritar, Ministria e Brendshme mori përsipër që t'i bëj presion edhe drejtësisë, që të hetojë dhe dënojë jo vetëm qytetarët që protestojnë kundër qeverisë, por të përndjekë dhe arrestojë përfaqësuesit e opozitës. Ndaj Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Shtetit nuk do të qëndrojnë duar kryq. Autorët e këtyre akteve barbare do të ndëshkohen maksimalisht sipas ligjit. Ubëjthirja organeve të drejtësisë t'i trajtojnë me përgjegjësi maksimale dhe ligjore këto sulme barbare ndaj uniformës, pas të cilave qëndrojnë padyshim urdhëruesit e fshehur pas imunitetit në drejtimin e Sali Berishës, një dhunues përsëritës i sulmeve ndaj institucioneve dhe rendit kushtetues. Këto presione ndaj drejtësisë, veç qytetarëve protestues, vinë në një kohë kur gjykatat në çdo rast kanë rrëzuar pretendimet e propagandës qeverisës së kundër protestuesve dhe gjithmonë kanë vendosur lirimin e protestuesve të arrestuar në mënyrë të dhunshme nga policia.